Vyka e llapit. Nuk është e vështirë me vreqe nga PD-ja, sepse posh komandantin Zahir Pajaziti që po e bart në... Jemi krenar që është nga ana jonë. Të dashur miq, ju përshëndes. Jam në Basel, nesër luan Shqipëria kundër Andorrës, ndeshjen më të rëndësishme të këtyre kualifikuesve për kampionatin botror dhe po shkojnë drejt Barcelonës, pastaj në Andorra. Jam këtu me një shqiptar që takova rastësisht dhe na prezantohet tani. Përshëndetje. Përshëndetje, quhem Toruka, jam nga Podujeva. Përkatësisht nga vendi heroik, Gryka e llapit. Nuk është e vështirë me vreqe nga PD-ja, sepse posh komandantin Zahir Pajaziti që po e bart në... Jemi krenar që është nga ana jonë, po jo veç na, po janë besoj gjithë shqiptarë krenar që kanë pas një njeri ose që i takon një kombi, që i takojmë dhe ne, që i takon të thotë Zahir Pajaziti. Po shkon enkas për ndeshje. Po, shkon rregullisht me rregullisht. Jo çdo ndeshje, do thotë po jashtë, thuaj se çdo ndeshje jam. Është ndeshje, themi e letën, por shumë e rëndësishme. Edhe këto kanë një ardim me qenë shumë vështira. E vërtet është. Çka pret? Shpresoj, si kam farpërqefja, këta të Andorrës, të Andrejtin se luajnë futboll shumë, si thënë nga ana jonë, kështu të Karabat, do të thotë futboll që ta bojnë pa mundshme me bo lojtë mirë, po shpresojmë që unë atje në formë mirë dhe besoj do t'ja dalëm. Do t'jem shumë shikues, shumë shqiptar, shpresoj një atmosferë të mirë dhe vime 3 pikë dhe ta sigurojmë barazhin. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ti shumë.